Një ngjarje e rëndë ka trondituar sërish Gjakovën këtë të enjte. Një aksident fatal ka ndodhur në fshatin Meq, ku një person ka humbur jetën gjatë procesit të punës. Sipas zyrtares për informim në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakovë, Vlera Krasiqi, rreth orës 9:55 është pranuar informata për incidentin. Dyshohet se shoferi i një kamioni transportues ka humbur kontrollin mbi mjetin, duke bërë që ai të rrshqas. Si pasojë, një punëtor që ndodhej në afërsi është bllokuar nën kamion. Në vendin e ngjarjes kanë intervenuar menjëherë njësitë policore, zjarrfikësit dhe ekipi i emergjencës, por përkundër përpjekjeve, mjeku ka konstatuar vdekjen e viktimës në vend ngjarje. Viktima është identifikuar si S.L, 52 vjeç. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për të sqaruar plotësisht rrethanat e këtij aksidenti tragjik. Kjo ngjarje vjen në një javë të rëndë për Gjakovën, ku një tjetër viktimë u shënua ditë më parë, gjithashtu në vendin e punës.